Nga komunikimi me AKU-n, me doganat, me Ministrinë e Bujqësisë dhe dje me Ministrin e Bujqësisë në interpelancë, alarmi i madh për aflatoksinën apo qumshin kancerogjen të lopëve ka rënë plotësisht. E dokumentuar rezulton që nga dhjetori i vitit që shkoi e deri në 31 mars të këtij viti janë vetëm 5 mostra qumshi fermerësh me aflatoksin. Asnjë më shumë sa kaq. Kur plasi alarmi në janar, ju drejtova AKU-s dhe mora përgjigje që vetëm një rast në Dimal e lidhur me kompaninë e prodhimit qumshit Erzeni ishte ai që kishte rezultuar mbi norma aflatoksina. Më pas po prap nga komunikimi me AKU-n rezultuan vetëm me çfarë u shoqërua alarmi për qumshin me aflatoksin apo qumshin kancerogjen të lopëve. Me ulje çmimin, domosdo. Çmimi shkoi nga 55 lek që ishte në fillim të janarit në 47 lek. Një ulje me 14.8%. Përse ndodhi e gjitha? Edhe alarmi i aflatoksinës, po edhe ulja e çmimit, indikuar nga ligji i ri për tatimin mbi vlerën e shtuar, që rriti presionin ligjor mbi fabrikat për të lëshuar faturë dhe presionin e bujqve blegtorëve për të marrë faturë, se do të kompensoheshin me 10% nga qeveria, nga shteti. Llogaritë dëshmojnë se me çmimin e qumshit me import për vitin 2024 prej 55 me çfarë është zvendosur qumshi i vendit? Është zvendosur me qumësh importi, sipas të dhënave që unë kam marrë nga AKU-ja dhe nga dogana. Për vitin 2024 është importuar 11.5 milion litra qumësh nga vendet të ndryshme të rajonit, po edhe me gjërë se sa kaq. Qumësh i pasterizuar edhe qumësh për përpunim. Ndërkohë që gjatë vitit 2025 është importuar 7.9 milion litra qumësh. Çmimi gjatë vitit 2024 mesatar ka qenë 58.5 lek, ndërkohë që çmimi mesatar gjatë vitit 2025 ka qenë 61.3 lek. Me këto çmime në import dhe me skemën e TVSH-s 20% në blerje dhe 20% në dalje, kompanitë dilnin me fitim dhe goxha fitim deri në 8